Kryqi i Kuq i komunës së Gjakovës tërë ditën ja ka dedikuar të gjithë atyre vullnetarëve të komunës së Gjakovës, të cilët sakrifikojnë interesat e tyre personale në interes të shoqërisë dhe komunitetit. Besnik Isufi, antari më i ri i Kryqit të Kuq në Gjakov, u shpreh se vullnetarizmi kërkon sakrificë për një interes më të gjerë. Vendosëm që me ardhë për me ndihmu njerëz, domethënë shprehem një ndjenjë humane, si na si të ri dhe si student, vendosëm që me ndihmu sa më shumë njerëz që janë me nevojë. Ndërsa Genta Gjoka mendon se kontributi i Kryq të Kuq është shprehja e lirë e vullnetarizmit për të dalë në ndihmë njerëzve në nevojë. Kontributet në vullnetar japin mendimat, material, gjëra ushqimore, materiale, çfarëdo që kanë vullnetar që i sjellin në Kryqin e Kuq. Dega Kryqit të Kuq në Gjakov ka rreth 120 vullnetar, nga një për secilën lagje dhe fshat. Shumica e tyre vijnë nga shkollat e mesme të komunës së Gjakovës. Dita ndërkombëtare e vullnetarizmit është shënuar me një sër aktivitetesh, u shpreh Dushe Lama, sekretare e Kryqit të Kuq Dega në Gjakov.